do t'ju paraqesim një biznes shqiptaro-kanades, St. Clair FBI Pizza. Si emër nuk është i panjohur, sepse një tjetër FBI Pizza vepron prej shumë vitesh në pjesën jugore të qytetit, kurse ky në St. Clair dhe Dufferin me të cilin po ju njohim sot, është në pronësi të çiftit Redian dhe Frida Prifti. Siç do ta mësoni nga biseda në vazhdim, ata synojnë jo thjesht funksionin e picerisë, por atë të një bashkësie të vogël shqiptare, të ngritur nga pronarët dhe stafi, si dhe një bërtham gjithmonë në rritje klientësh bashkëdetar. Unë kam ardhur në Kanada me bashkëshorten time Fridën, kemi ardhur në vitin 2018, kemi njohur në Fakultetin e Shkencave Natyrës Tiranë, të dy kemi studiuar për food industry, kemi punuar në Shqipëri në industri të ndryshme ushqimore. 2018 jemi zhvendosur në Kanada, edhe këtu pothuajse pjesën më të madhe të kohës kemi punuar në food industry, në gastronomi, në restorant, edhe më në fund, para një viti e gjysmë, kemi marrë këtë location, është një restorant, pizzeri italiane, në Dufferin edhe St. Clair. Ky është biznesi jonë i parë në Kanada. Është stili italian i pizzave, janë ingredientët që ne përdorim, mielli që vjen direkt nga Italia, salsa domates që vjen nga Sicilia. Qa është më specifike është mund gjesh disa pjesë të Sicilian crust, që është është praktikisht një produkt që nuk i gjen everywhere. Dhe qa është më rëndësishme për ne është që ky biznes tjetë jo vetëm të shërbesh ushqim edhe kafshë etikësh, po të kryosh një community, jo vetëm me italian, portugez, por qa është më rëndësishme shqiptar. Ne e shohim këtë biznes një mundësi për të afruar komunitetin, për të kryer një atmosferë, festa edhe të gjitha këto. Praktikisht ne investojmë që të punësojmë njerëz nga komuniteti jonë, edhe këto e kemi pasur vazhdimsi gjithmonë kuzhina pothuajse 80% e kuzhinës është komuniteti jonë, sepse etika punës shqiptare është diçka që është shumë e rëndësishme edhe që ne jemi me fat që kemi njerëz edhe backgroundin ton, edhe që vinë nga të njëjtat pjesë të Shqipërisë që edhe neve. St. Clair FBI Pizza shërben pizza dhe në përgjithësi kuzhinën italiane. Nuk mungojnë edhe element të kuzhinës shqiptare, sidomos për rezervime në grup dhe her pas here edhe muzikë live nga artistë shqiptarë. Kemi grupe të ndryshme shqiptarësh që vinë dhe konsumojnë të produkte byrek, edhe qofte, edhe ëmbëlsira shqiptare, në raste festash dhe jo vetëm. Ne kemi pasur shumë festa të komunitetit shqiptar, që edhe ua kemi tweak një qik menun që t'ishte pak më përafërt të kishte një ushqim shtëpie, siç e shprehim ne, por absolutisht festat, cateringu është një pjesë shumë e mirë e biznesit. Lagja në të cilën është qelur St. Clair FBI Pizza dikur ka qenë një lagje ekskluzivisht italiane, madje ende mban emrin Corso Italia. Mirë po sot, ndryshimet demografike janë të dukshme. Kjo tashmë mendoj që është shndruar pak në lagje portugeze, ka shumë familje shqiptare gjithashtu, por mendoj që është më shumë italiane dhe portugeze. Po cilat janë pizzat më të kërkuara të St. Clair FBI Pizza? Që vitin e kaluar jemi përpjekur që restoranti mos jetë vetëm një vend ku ti ka pizza dhe finger food, po të ketë pasta, të ketë appetizer, burrata, arancini, pra menuja të jetë pak më i gjerë, njerëz të ndryshme me zgjidhje të ndryshme ushqimore, qoftë edhe vegetariane, vegane, të kenë ato opsione vet në FBI Pizza. Pavarësisht se quhemi FBI Pizza dhe everybody mendon që kupton është vetëm një pizza place, ne kemi përpjekur që ta zgjerim pak menun, thjesht që të ketë më shumë zgjedhje dhe konsumatorët të jenë më të kënaqur. Kur vjen puna te çfarë është shumë e famshme këtu, pepperoni pizza, diavolo, calabrese, Santina, ka shumë njerëz që pëlqejnë dhe kanë zgjedhur tyre të parë. Një nga sfidat me të cilat përballen lokalet në Toronto është licencimi i tyre për të shërbyer alkool. Kjo vjen për shkak të rregullave të forta të vendosura nga bashkia për të siguruar qetësinë në zonat rezidenciale. A është St. Clair FBI Pizza i licencuar? Patjetër që jemi të licencuar për alkool, ne kemi liquor license për 110 veta të ulur në restoran, plus që kemi liquor license të shërbejmë alkohol për catering ose evente të ndryshme jashtë lokalit. Gjithashtu, të gjitha licencat nga Autoriteti Ushqimor në Kanada dhe në Toronto City. I pyesim pronarët nëse janë mjaftueshëm të njohur me shqiptarëve në Toronto. Mendoj që si emër shqiptarët e njohin FBI Pizza,
por njohin lokacion tjetër dhe nuk e din që ka një FBI pizza në St. Clair dhe që ka jo vetëm pizza, po ka një menu shumë më të gjerë dhe që mund të jetë shumë afër me çfarë është vërtet edhe authentik shqiptare gjithashtu. Ne e dim që Shqipëria është shumë afër me Italinë dhe pjesa më e madhe e ushqimit që ne konsumojmë është më shumë italian. Kështu që ne duam të përdorim këtë mundësi që të tregojmë komunitetit tonë që është një FBI edhe në St. Clair që mund të ofrojë ushqim karnesik edhe një shërbim shumë të mirë. Toronto është një qytet kozmopolit me mbi 200 grupe etnike, të cilat garojnë mes njëri tjetrit sidomos në fushën e gastronomisë. Kjo e bën çdo sipërmarrje të re mjaft të vështirë, sidomos në kohët e një recesioni mbarkombëtar. Cila do të ishte këshilla për sipërmarrësit e rinj? Tani pas një viti e pak eksperiencë, absolutisht që mund t'japim disa këshilla. Çfarë mendoj që është shumë e rëndësishme është pasioni për këtë lloj industrie. Për aq kohë sa ti je shumë i lidhur me shimin, me mënyrën se si duket edhe për aq kohë sa ti pëlqen njerëzit, sepse nuk ka koneksione të madhe se sa të shohësh të build një community këtu që hanë ushqim të mirë, kanë shërbim shumë të mirë, që ndjejnë veten e tyre si në shtëpi, është një komunitet që ndan gëzimet, partit, ditëlindjet. Pjesa më e bukur e biznesit është fakti kur fëmijët kërkojnë që të kenë festojnë ditëlindjet në FBI Pizza. Pra nëse keni pasionin, ky është biznesi i duhur të bëjeni.